Sulejmani i madhërishëm. Jo ai Sulejmani i Hyremit që kanë parë njerëzit. Zoti na fal. E kthyn gjithë Sulejmanin në Hyrem. Jo. Quhet Sulejmani i madhërishëm. A di pse? Jo se gjeti Hyremin vajzë të bukur. Sepse u mundu maksimalisht me vonë drejtësinë, pushtet. Prandaj u quajti i madh. Ka i xhami që quhet Xhamia Sulejmanie, prej atij ka ardhur, prej sundusit madh Sulejmanit. Jo profetit Zotit Sulejmani i sundimit Osman. Edhe desh me bëj xhami Sulejmanie. Edhe po kishte buxhetin e shtetit pafund të ardhura, tha këtë do ta bëj me lekët që kam të mia personale, edhe filloi avash duke e bërë. Çfarë kishte plus i hidhte aty, dhe subhanallahu el-azim Zoti e begatoi derisa e përfundoi. E u gëzu shumë dhe atë natë që ajo përfundoi, u hapu, u bë ceremoniali, i ngreti durët madhit Zot. Atëherë ishte sundusi ndoshta më i fuqishëm tokë. Tha të falenderoj i madhi Zot që ti mundsove ta bëj një shtëpi për hir tënd. O Zot, lutem dhe për një gjë tjetër madhështore, ma prano mu këtë vepër. Edhe e zuri gjumin. Ja çoi Zoti engjëll nëndër. Tha Sulejman ta ka pranu i madhi Zot xhamin. Gjysmën e ke marrë shpërblimin ty, gjysmën e ka marrë filan plak. E i doli gjumi, nuk e zuri më. Tha gjysmën unë, shkriva pasurin gjithë, gjysmën e pas e mori plak. Kush është kjo? Se priti sabahun e çoi ushtrinë e gjithë me e gjetat e plakën që i kishte thonë Zoti, dhe më në fundi asjellin. Ky sundues i madh plakën se njifta askush me zore gjetën. Dhe asjellin atje në undjetësën e tij mbretërore. Tha, o e thyer në mosh dhe që të don Zoti. Kështu i tha. O e thyer në mosh që të don Zoti. Si ja kishte dhënë gjysmën e shpërblimit asaj xhamie, që sot vazhdojnë e falen, kanë kalu sheku, ja kishte dhënë Zoti asaj. Tha, po, o drejtues. Tha, si është çështja me xhamin? Tha, më ka thonë i madhi Zot nëndër që gjysmën e kam unë, e shkriva pasurinë time personale, gjysmën ti. Ai e pasur, tha, nga më të varfrit njerëz jam. Tha, ç'lidhje ke me xhamin? Tha, vetëm i lidhje kam qenë duke kaluar ditë aty. Dhe e pashtu ndërtu kush? Shtëpia e madhit Zot. Nga njerëzit më krenarë që do dalin përpara Zotit ditë gjykimi, është ato që kanë pas një të mirë dhe kanë kontribuar për xhamin. Nga njerëzit më të nxirr dhe të shkatruar janë ato që i bëjnë dëm xhamis. Kjo është e sanksionuar, se është shtëpia e Zotit. Dhe e pashta dhe më lindi dashuri e madhe. Thash Zoti e begatoft atë që po e bën. Pak të holla që kisha për ushqimin i ndava gjysma, shkova bleva diçka nga malli që po ndërtonte në xhamia. Edhe i hodha aty ku ishte masa e madhe asaj që po ndërtonte. Kaq kam bërë, tha. Tha, po si shpjegohet, unë e shkriva pasurinë, mora gjysmën. Ti me kaq more gjysmën. Tha, pse po çuditesh? Shive njeti dhe qëllimi mirë. Tha, pse po çuditesh? Edhe unë ta kisha pas pasurinë tënde dhe më shumë se jotja, edhe unë do ta kisha bërë xhamin në emrin e Zotit madh. Pra shive qëllimin edhe njetin çdo të thotë. Ti nuk ke të ardhur a shef një njeri që ka shumë dhe kontribon për xhamin, për të varfrit, për jetimet. Ti nuk e merr dot shpërblimin se ai është si e merr ti shpërblimin? Të kisha pas pasuri dhe unë, do kisha bërë siç bën ai. Shefi njeri ti në moshë të madhe, 60 vjeç, zbohesh dot më dietar. Zbohesh dot dietar në 60 vjeç. Ka kushet e veta, duhet fillosh që i vogël. Por shefi njeri që ka dituri, që e jep atë që i kënaq gjithë, është i sinqert në atë dhe ti nuk bësh dot dietar. Mund të morësh shpërblimin e dijes, mund ta marrësh, thush, më kishte dhënë Zoti dhe muzi që ka dhënë këtij dhe unë këtë gjë do bëjsha, e merr shpërblimin si ai. Ta tha, pse çuditesh i dha plaka? Dhe unë ti kisha pas ato që ke ti, zemrën e kam mbushme për të dhënë në emrin e Zotit dhe unë do ta bëjsha i xhamin në emrin e tij. U mahnit. Edhe i tha njërit nga ato shërbëtorë, tha, ipi 3 qese plot me flori. Dhe i mori ai ato, i tha, nuk i du. Tha, mus më ka ngel shumë. Tani edhe 90 vjeç edhe taf maqar nuk shkon. Edhe 90 vjeç tjetri je më taf maqar se ai që është 25 vjeç, nuk shkon. Kjo është që të ka ngel ves që i ri. Dhe tha, unë jam me i morsh edhe pak do udhtoj ke i madhi Zot, ka njerëz jam më nevojë se sa u dhe iku. Sulejmani mbeti. Thoj mbeti si i hutuar dhe kur i hapi syt me pas, pa më atë plagën, pa vetëm qeset që ja kishte lënë aty me flori. Dhe vëllezër motra të nderuara, kultivimi i të mirës që njeriu e fut në shpirt edhe në zemër e bekon i madhi Zot, dhe gjithë secili prej nesh këtë duhet synojmë të pastrojmë zemrat dhe shpirtrat, se pastaj çdo mirësi dhe begati e Zotit gjithësisë do vijë mbi ne. Aqulu ma tastami'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa lis-sa'iril muslimin.